Gjithashtu, duke përshëndetur protestën qytetare popullore për suksesin e saj të jashtëzakonshëm, si lëvizja qytetare më e fuqishme dhe e gjatë e kontinentit. Si lëvizja qytetare në të cilin çdo i ri dhe çdo qytetar dëshmon sakrificën e tij të madhe që e bën për vendin e tij dhe qytetarët shqiptar. Protesta që zgjat çdo orë është një thirrje në ndërgjegjen e çdo shqiptari që don Shqipërinë. Është një thirrje në ndërgjegjen e çdo të riu, e çdo të moshuari, e çdo vajze, nënë, motre, e çdo burri, djali, të mbështesin këtë protestë që bën krenar shqiptarët në mbar botë.